Autoritetet malezeze kanë arrestuar një shtetas iraniano-turk i dyshuar për përfshirje në një nga skemat më të mëdha të sulmeve kibernetike kundër institucioneve në Shtetet e Bashkuara. I dyshuari identifikuar vetëm inicialet AB, 39 vjeç, u ndalua në qytetin turistik të Kotorit gjatë një operacioni të përbashkët të policisë së Malit të Zi dhe Byros Federale të Hetimeve të Shteteve të Bashkuara FBI. Sipas autoriteteve, ai kërkohet nga një gjykatë federale në New York për akuza që përfshin komplot për mashtrim kompjuterik, hakerim dhe vjedhje identiteti. Hetimet amerikane tregojnë se duke nisur nga viti 2013 i dyshuari ka marrë pjesë në një seri sulmesh kibernetike në shkallë të gjerë ndaj infrastrukturës amerikane, ku mes objektivave ka qenë mbi 150 universitete dhe institucione të tjera. Prokurorët vlerësojnë se dëmet financiare dhe operacionale nga këto sulme i kalojnë 3.4 miliard dollar. Sipas autoriteteve malezeze, të dhënat e përfituara në mënyrë të palishme dyshohet se janë përdorur në dobi të korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit, si dhe institucioneve të tjera përfshirë Universiteti Iraniane. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur si identitetin e plotë të arrestuarit, ndërsa procedurat për ekstradimin e tij drejt Shteteve të Bashkuara pritet të vijojnë në përputhje me procedurat ligjore. Ndërkohë, hetimet për këtë çështje vazhdojnë në bashkëpunim mes autoriteteve të Malit të Zi, FBI-s dhe agjencive të tjera ndërkombëtare të zbatimit të ligjit, me synimin për të identifikuar të gjitha personat e përfshirë në rrjetin e dyshuar të sulmeve kibernetike.